Masakra e Tivarit, udhëtimi nga shtëpia drejt vdekjes. Pranvera e vitit 1945. Në Europë dëgjoheshin këmbanat e paqes. Lufta e dytë botërore po shkonte drejt fundit. Por në Kosovë, për mira familje shqiptare, feri sapo po fillonte. Në përfshatra filluan të mbrinin urdhra. Djemt duhet të mobilizoheshin. U thanë se do dërgoheshin në front kundër forcave gjermane. Shumë besuan. Shumë nuk kishin zgjidhje. Ishin vetëm djem. 17 vjeç, 18 vjeç, 20 vjeç. Shumë nuk ishin dalë kur jashtë fshatit të tyre. Nëna u futi në trast një copë bukë misri. Babai i përqafoi fort. Motra u tha: "Shpejt, kthehu." Askush nuk e dinte sa i përqafim ishte i fundit. Kolonat u nisën nga Drenica, Mitrovica, Prishtina, Gjilani, Feriza, Gjakova, Prizreni, Lapi e Dugagjini. Mira shqiptar, pa armë, pa asnjë mundësi zgjedhjeje. Rrugës kaluan Prizrenin, pastaj Kuksin, Shkodrën, më pas drejt Tivarit. Ditën ecnin, natën flinin mbi tokë, të uritur, të etur, të lodhur. Dëshmitarët kanë rrëfyer se gjatë marshimit shumë prej tyre u rahën me kondak pushkësh. Kush binte nga lodhja, goditej. Kush kërkonte ujë, shpesh fyej ose lihej pa përgjigje. Por askush nuk e mendonte se udhëtimi nuk po i çonte në front. Po i çonte drejt vdekjes. Më 1 prill 1945, kolonat mbritën në Tivar. Aty, shqiptarët u futën në oborin e një godine ushtarake. Ishin të ngjeshur si bakti. Nuk kishin ujë, nuk kishin ushqim, nuk kishin ku të uleshin. Disa mezi merrnin frym, disa kërkonin vetëm një pikë ujë. Pastaj një pritm, një krisp. Dhe me njerë pas saj, mitralozët filluan të qëllonin mbi turmën. Pa paralemrim, pa mëshirë. Brenda pak minutash, obori u mbush me gjak. Djemt binin njëri mbi tjetrin. Disa thërristin emrin e nënës. Të tjerë kërkonin vëllan. Shumë nuk arritën të thoshin asnjë fjalë. Ata që tentuan të iknin, u vranë. Ata që lëviznin, u qelluan përsëri. Ata që shpëtuan, më vonë dëshmuan se mbjetuan vetëm duke u shtirur si të vdekur, të mbuluar nga trupat e shokëve të tyre. Edhe sot, pas 80 vitesh, nuk ka një numër të vetëm të pranuar të viktimave. Disa historian flasin për disa qindra, të tjerë për mbi 1000 shqiptar të vrarë. Pikërisht kjo e bën masakrën e Tivarit një nga plagët më të mëdha dhe më të debatueshme të historisë shqiptare. Por kush ishte përgjegjës? Masakra ndodhi në territor të kontrolluar nga ushtria partizane jugoslave. Në atë kohë, Jugoslavia drejtohej nga Josip Broz Tito. Mobilizimi i shqiptarëve ishte organizuar nga strukturat ushtarake jugoslave. Shumë studiues e lindnin përgjegjësinë politike me udhëheqjen e atëhershme jugoslave. Po ashtu emri Aleksandr Rankovićit, i cili më vonë drejtoi aparatin e sigurisë jugoslave dhe u bë një nga figurat kryesore të represionit ndaj shqiptarëve, përmendet shpesh kur flitet për politikat shtypse të asaj periudhe. Megjithatë, deri më sot nuk është gjetur një dokument publik që provon një urdhër të drejtpërdrejtë nënshkruar nga Tito për kryerjen e masakrës. Kjo është arsyeja pse historianët vazhdojnë të debatojnë mbi zinxhirin e saktë të përgjegjësisë. Por një gjë nuk vihet në dyshim. Ata që u vranë ishin kryesisht të shqiptarë të parmatosur. Për dekada me radhë, për Tivarin nuk flitej. Në Jugoslavinë komuniste kjo histori u esht. Familjet prisnin, nëna dilte çdo mbrëmje te porta.
ndoshta sot vjen, ndoshta nesër, por djali nuk u kthye kur. Shumë nëna vdiqën pa mësuar ku mbetën eshtrat e bijve të tyre. Shumë fëmijë u rritën pa baballar. Shumë familje mbetën pa një varr ku të ndisnin një qiri. Masakret i varrit nuk është vetëm histori. Është plag, është kujtim, është një pyetje që ende e pret përgjigje. Kush dha urdhrin? Pse u vran mira djem që nuk kishin as armë në duar? Dhe pse për këtë tragjedi u eshte për kaq shumë vite? Ndoshta përgjigjet nuk do t'jenë kur të plota. Por një gjë është e sigurt. Ata djem nuk u nisën për të vdekur. U nisën me shpresën se do të ktheheshin në shtëpi. Në vend të tyre u kthye vetëm heshtja. Kjo është Rrëfimet e heshtura, aty ku historia tregohet ndryshe.